Në emër të shoqatës së ushtarakëve Deka Kukës, organizatës së veteranëve dhe pasardhësve të luftës, organizatës së familjeve të dëshmorëve, sot shënojmë përvjetojnë e parë të ndarjes nga jeta të kolonel Xhavid Dafkut. Në këtë ditë kujtese dhe reflektimi, kolonel Xhavid Dafku kreu shkollën bashkuar në Tiranë, dega artillerie toksore, dhe më pas Akademinë e Shtabit Përgjithshëm, duke u formuar si një kuadër me përgatitje të lartë profesionale dhe vizion strategjik. Gjatë karrierës së tij ushtarake, shërbeu në përgjithësi dhe korrektësi në Gjirokastër dhe Kukës, deri në daljen në pension, duke përmbushur me dinjitet çdo detyrë që u besua. Në artillerinë toksore ku shërbeu gjatë gjithë jetës aktive, ai u shqua si një model profesionalizmi, disipline dhe standardesh të larta. Ishte i aftë në drejtim, i komunikueshëm në marrëdhënie fisnik në sjellje dhe kërkues në vetes dhe bashkëpunëtorëve, duke fituar respekt të gjerë në radhë të kolegëve dhe mbarësve. Një kontribut të veçantë dha gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Ishte krau i djathtë i general Kujdes Ilamës. U dallua prapësi të larta drejtuese, përgjegjësi institucionale dhe përkushtim pa lëkundur ndaj çështjes kombëtare. Për te shërbim të ushtarak, kolonel Xhavid Dafku ishte dhe studiues i historisë, autori disa botimeve për periudhë të ndryshme të historisë së Shqipërisë, duke dhënë një kontribut të çmuar në rujtjen dhe përcjelljen e vlerave kombëtare dhe historike. Me vetëdije dhe sakrificë personale, ai shpesh vendosi detyrën dhe shërbimin ndaj adheut mbi interesat personale dhe familjare, duke dëshmuar karakter të fortë, dashmëri dhe përkushtim të rrallë. Sot, një vit pas ndarjes së tij nga jeta, e kujtojmë me respekt të thellë dhe me rinjohje të sinqertë. Jeta dhe vepra dhe shembulli i kolonel Xhavid Dafkut do të mbetet një udhërrëfys i çmuar për brezat e sotëm dhe për ato që do vinë. Ai mbetet një yll udhërrëfys, një shembull se si duhet jetuar dhe shërbyer me dashmëri, dinjitet dhe dashuri për detyrën dhe adheun. U preft në paqe shpirti i tij, kujtimi i tij do të jetë përgjithmonë në zemrat tona. Kukshi pati shumë artiljer në luftën e Kosovës, Bushkufirit si për herë dhanë shembullin e pararojës. Xhavid Dafku në krah të djathtë, Kujdes Ilame general, si shumë të tjerë është e parë luftës ballë për t'i dalë. Prap Xhavidi në shkrime, intervista e biseda dhe kudo në ligjerime e ban krahun nga vërteta. Ndoshta është një rast i rrallë që populli Kukësit e ka vlerësuar, punëve të shtëpisë u bën ballë, asnjëherë nuk është anku. 50 radhazi pa mërzi me përkushtim gruas i shërbeu, lau një borxh në jetën e tij bashkë si burrat jashtë përbleu. Kohët e funit, si çudi, i shtruan libër Topojanit, mallin heq me vend të tij dhe vendinjes i del hakut. Dhe pa të thënë, kura fjala kam akoma për të shkruajt, se vendinja të ri përpara me thesaret që i ka rujt. Xhavid Dafku i vendosur pa të besim tek vetvetja, hallet dertet s'kan të sosur, kështu tha e ka dhe jeta. Dhe tani që aja është larguar, po e themi prap me të shkruar, o Xhavid se kemi harruar, këto që tham të kanë burruar.